بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. A'laha, ma e larta, s'ka kush kanë, po. Sa fjala la ilaha illa Allah. Ama kush e din, kush e mëson, kush e jeton, kush e ruan, kush sakrifikon për këtë fjalë. Ai I cili këtë fjalë e thot ndite, veç ku duhet me thonë. Duhet me thonë shahadet ashhadu an la ilaha illa Allah, se ky njeri I varfën shumë. Qysh po pretendon ky me pas lidhje me Allahun Azza wa Jall përmes fjalës la ilaha illallah, lidhjes më të fortë që Allahu fjalën la ilaha illallah përmes është lidhja më e fortë, apo? La ikraha fi ad-din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur bit-taghuti la ilaha wa yu'min billah illa Allah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa. Është kap për litarin më të fortë. Lan fisama laha, që kur nuk kputet. Allahu po thot, ai që I mohon çdo kënd që adhurohet pas Allahut, la ilaha. Edhe beson Allahun, illa Allah. Është ka për litarin më të fortin, len fisama la, që kur s'ka më kput. Apo kur s'ka më kput ky litar? Ky që nuk e din kuptimin e fjalës la ilaha illallah, dhe nuk e din se çfarë detyre ka ajo fjalë, dhe cilat janë ndalesat e asaj fjale. Apo e ka fjalën la ilaha illallah veç ku do të më thon patjetër, se ndryshe se thot kurr. Apo kupton? Çfarë lidhje të fortë ky ka me Allahun Azza wa Jall. Fjala la ilaha illallah do të më kon plan program jetës tonë. Mas pakti. Çdo mëngjes do të më thon 100 herë fjalën la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mas pakti, ai që don më kon, po them, minimal në këtë punë do të më pas dhikrin e mëngjesit, që thot la ilaha illallah wahdahu la sharika lah nishna. Nëse se thot kështu, mos thot që unë jam të mësu fjalën la ilaha illallah dhe I di kushtet e fjalës la ilaha illallah, kam akiden me o ti halo në listën e regjistrin e veprave tua shkruan se 7 herë ka thon fjalën la ilaha illallah brenda ditës. Vetëm farzën të shahot kur ulet, apo kupton? Ti edhe fjala la ilaha illallah jeni larg, apo kupton? Pse ti duhet mas pari me thy gjuhën me këtë fjalë, që pastaj nga përmendja e shpesh me t'hin zemër, me të nxon vend. E për këtë më duhet me mësu fjalën la ilaha illallah, me thon fjalën la ilaha illallah. Para mendoni, as është marrë për ndjekësit e sunetit, me dal një bidatxhi në emën të çelimeve thot 70.000 herë la ilaha illallah, ti në emën të sunetit nuk thu. Ai bidatxhi, apo kupton? Me bo çelime ai nxjerrin 72.000 herë me thon la ilaha illallah. Apo dikush e ka pa një ëndër dhe I ka thonë duhet me thonë 72.000 herë se bëj ka dobi. Ai edhe 70 herë me thonë I bën dobi. E lemo 70.000 herë. Po ti vëllaz me pas një plan program në jetën tonë që mos më të mes fjalë la ilaha illallah. Ka fjalë që jam ujnë asaj. S'bën me pas në ditën tonë. Mrena e regjistrit ditur që melekët regjistrojnë se ky e tha ç't fjalë më shumë se fjalë la ilaha illallah. S'do të më ekzistu fjalë që thuhet për kësaj goje, për këtyre buzë, për kësaj gjuhe. Më shumë se fjalë la ilaha illallah. Nëse dën me qenë nga ndjekësit e fjalës la ilaha illallah, nëse dën me pas ndryshim në jetën tonë përmes fjalës la ilaha illallah, që t'ja vetit detyrë, që kaq herë që më thon la ilaha illallah, nëse e thu me atë version e plot, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, kjo është s'ka kush kanë më mirë, apo s'ka kush ta kalon ty veç se ai që ka thonë më shumë sot. Që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nuk ndodh që të vijë biri Ademit ditën e gjykimit me diçka më të mirë se sa ai që vjen me 100 herë që ka thonë la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, më I mirë se ai është veç ai që ka thonë më shumë. Më I mirë se ai është veç ai që ka thonë më shumë. Atash ti thojmë, bojmë dhe t'ja dëshmojmë Allah të zotëgjë që na mësuan fjalën la ilaha illallah. E tash ku me jetu me fjalën la ilaha illallah? Po do me çush me jetu me atë fjalë. Me çit dikon të shkruar? Jo. Fjala la ilaha illallah më kon fjalë që ti jetu e ngut dikan, thu la ilaha illallah, s'ka nevojë. Jetu këshyr diçka, thu la ilaha illallah. Jetu vozit, thu la ilaha illallah. Pse? Sepse ajo u bë pjesë e jotja. Apo ti I ngjeh deri 500 herë, 1000 herë në ditë që thu, ato pjesën tjetër I thu melekët e ngjehen. Ahsahu Allahu wa nasu. Ata e regjistrojnë ne kom harru. Ama një ditë kom e gjetë ato para Allahut subhanahu wa ta'ala. Kështu mja dëshmu Allah të zëmgjel që na kur po mësojmë për fjalën la ilaha illallah, se kena veç teori, po e kena me mësu fjalën la ilaha illallah, me jetu me fjalën la ilaha illallah. Sa smundjet,
pasha ato që ka kriju tokën dhe qitë, sa e sa smundje të largohen nëse njeri e bën wird fjalën la ilaha illallah. Nuk ka çka të shëran, sepse ato tjera pjesën të paafta, dopta, Allahu azza wa jall fjalën më shumë ti që e don, fjalën la ilaha illallah, kur ti e thon rana ditës 100 herë, 1000 herë fjalën la ilaha illallah, thu ya rab. Ona me çdo fjalë, me çdo fjalë la ilaha illallah, me këtë dhikr që e bëna, po të lut që më mshëru. Do thon i thën krejt mundësit që me të refuzu kjo dua mu. Nuk ka mu pengesë për atë dua. Pse? Sepse ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-'amalu as-salihu yarfa'u. Këtë ajet Kur'an që kanë komentuar dietarët tonë selefët. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib, tek Allah ngritet fjala e mirë. Cila është fjala e mirë? Krejt kanë thonë fjala la ilaha illallah. Pastaj wal-'amalu as-salihu yarfa'u. Që kjo fjalë la ilaha illallah ngrit veprën. Ç't veprë që ke bu, nuk ngritet tek Allah azza wa jalla se s'ka shumë as pare, se kanë ndresh terrenin, se ka çel rrugën, fjala la ilaha illallah. Ti e bën një vepër, që ajo vepra jote për më pranuar me shku tek Allahu. Allahu azza wa jalla që është mbi qiej, apo mbi arshin e tij, azza fi wala. Fjala la ilaha illallah çel dera tani vepra e paraqitet Allah azza wa jalla dhe Allah e pranon. Ti fjala la ilaha illallah e ki dopt, çdo fjalë jam unë asaj. E tani po don vepra jote me të pranuar. Është bëja kjo është kontradikt, bëja kjo është një paradoksi.